Horoskopi ditor, e hënë, 10 nëntor 2025. Dashi. Kozmosi ju thëret drejt vetë analizës. Marsi në zonën tuaj të komunikimit rrit vendosmërinë tuaj. Por ecni butësisht me fjalët tuaja. Ekziston mundësia për keq interpretim, kështu që qartësia është aleati juaj. Ndërveprimet shoqërore mund të sjellin njohuri të papritura. Mirëpritini ato si fara për rritje personale. Në karrierë, idetë tuaja inovative fitojnë terren, besim në aftësitë tuaja për të udhëhequr iniciativa. Financiarisht, vendimet e kujdesshme nga javët e kaluara fillojnë të tregojnë përfitime. Romanca lulëzon ndërsa balanconi hapësirën personale dhe lidhjen, duke thelluar lidhjet e partnerit. Beqarët mund të gjejnë partner potencial në mjedise krijuese. Prioritizoni kujdesin për veten përmes aktiviteteve themelore për të kanalizuar energjinë e shqetësuar në mënyrë konstruktive. Sa i përket shëndetit, monitoroni hapësirën tuaj mendore. Teknikat e relaksimit si meditimi nxisin paqen e brendshme. Mos harroni, durimi është qelësi. Ndërsa mbrëmja zbret, gjeni kohë për të shkruar në ditar ose për reflektim. Njohuritë e fituara sot hedhin një themel për qartësi në të ardhmen. Përqafoni shpirtin tuaj dinamik, ndërsa përqafoni qetësinë. Demi. 10 nëntori 2025. Ju inkurajon të kënaqeni me kujdesin për veten dhe vëmendjen financiare. Venusi, planeti juaj sundues, rrit sharmin dhe tërheqjen tuaj sot, duke ju ofruar ndikim shoqëror. Jini të hapur ndaj mundësive të rrjedhëzimit. Lidhjet e reja mund të hapin rrugën për rritje profesionale. Financiarisht, është koha për rishikim. Vlerësoni investimet dhe zakonet e shpenzimeve. Ka vend për të forcuar planet tuaja fiskale. Dashuria mund t'ju surprizojë me spontanitet, duke ndezur dialogje emocionuese me partnerin tuaj. Beqarët mund të tërheqin njohje interesante përmes ngjarjeve të komunitetit. Ana juaj praktike shkëlqen në çështje shtëpiake, duke siguruar stabilitet. Shëndeti sheh përmirësim duke përfshirë vaktet e ekuilibruara dhe ushtrime të frymëmarrjes së ndërgjegjshme në rutinën tuaj. Pavarësisht ditës së ngjeshur, merrni momente për relaksim për të rigjallëruar shpirtin tuaj. Kreativiteti dhe hobi ofrojnë një pushim të mirëpritur, prandaj kushtojini kohë atyre. Mbrëmja sugjeron një takim komod me të dashurit, duke rimbushur rezervat tuaja emocionale. Mbani një kurs të qëndrueshëm ndërsa themeli juaj forcohet për përpjekjet e ardhshme. Binjakët. Energjia planetare më 10 nëntor 2025. Ndez kuriozitetin dhe interesat tuaja shoqërore. Merkuri, sundimtari juaj, përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë këtë një moment të përshtatshëm për negociata dhe prezantime. Megjithatë, keni kujdes, pasi vetbesimi i tepërt mund të çojë në mbikëqyrje. Është një ditë premtuese për ata në fushën e arsimit ose medias për të bërë hapa përpara. Financiarisht, përqendrohuni në strategji të vogla kursimi që rrisin sigurinë me kalimin e kohës. Marrëdhëniet personale marrin një shtys nga bisedat e përzemërta. Adresoni çdo konflikt të zgjatur me empati, duke hapur rrugën për mirëkuptim. Për beqarët, lidhjet intelektuale mund të shndërrohen në romantike. Sa i përket shëndetit, monitoroni mirëqenien e frymëmarrjes, duke u siguruar që po merrni frym thellë në ajër të pastër. Stimulimi mendor çon në lodhje, prandaj jepini përparësi pushimit. Sonte, përqafoni kreativitetin përmes shkrimit ose muzikës për të çlodhur dhe shprehur. Njohuritë e fituara gjatë ditës frymëzojnë projekte të ardhshme. Ndërsa muzgu mbështjell, gjeni mirënjohje në lidhjet e ushqyera, duke forcuar vendosmërinë tuaj për udhëtime emocionuese përpara. Gaforria. Prania e hënës sjell njohuri emocionale dhe fillime të reja. Fokusi zhvendoset në botën tuaj të brendshme dhe jetën familjare, duke ju inkurajuar të kultivoni marrëdhëniet personale dhe mjedisin shtëpiak. Është një ditë ideale për ndërveprime familjare prekse. Profesionalisht, shfrytëzoni këtë energji intuitive për të drejtuar projektet e ekipit drejt suksesit. Financiarisht, rivlerësoni çdo burim të përbashkët ose sipërmarrje të përbashkët. Qartësia dhe ndershmëria lehtësojnë harmoninë. Jeta dashurore sheh butësi dhe thellësi ndërsa ja hapni zemrën partnerit tuaj, duke forcuar lidhjet. Beqarët mund të gjejnë romancë që lulëzon në mjedise të njohura dhe ngushëlluese. Fizikisht, përqendrohuni në forcimin e sistemit tuaj imunitar përmes vakteve ushqyese dhe pushimit të mjaftueshëm. Praktikat e vetëdijshme si yoga plotësojnë qetësinë mendore. Ndërsa bie mbrëmja, lejoni veten të përqafoni reflektimin e qetë ose ndjekje shpirtërore. Yjet ju inkurajojnë të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm.
ai udhëzon vendimet në lidhje me qëllimet afatgjata. Dita përfundon me një ndjenjë lidhjesh të përmbushura, duke hedhur themelet për një të ardhme të ekuilibruar. Luani. Dita e re sjell në qendër të vëmendjes komunikimin dhe kreativitetin. Dielli fuqizon dëshirën tuaj për të ndarë ide dhe për të bashkëpunuar me kolegët. Sot është perfekte për të nisur iniciativa ose propozime të reja. Karizma juaj fiton mbi ndikuesit kryesor. Financiarisht mendoni afatgjatë. Planifikimi vizionar tani çon në stabilitet më vonë. Në dashuri shkëndijat fluturojnë përmes shakave të gjalla, duke thelluar pasionet me partnerin tuaj. Për luanët beqar, aftësitë ndërpersonale tërheqin vëmendjen e interesave të mundshme. Megjithatë, mbani krenarin nën kontroll për të ruajtur harmoninë. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi një stili jetese të ekuilibruar, duke përfshirë rutinat e ushtrimeve që nxisin gëzim. Daljet krijuese ofrojnë një aratisje dhe ripërtëritje. Në pasdite, dëgjoni kolegët ose të njohurit që kërkojnë këshilla. Mençuria juaj ndërton rrjete respekti dhe mbështetje të ndërsjell. Ndërsa dita shndërrohet në natë, kënaquni me një përvojë kulturore ose artistike, duke ringjallur shpirtin tuaj të aventurës. Duke përqafuar bujarinë dhe vetëshprehjen, ndërveprimet e ditës lulëzojnë në lidhje të dobishme dhe mundësi të reja. Virgjëresha. Agimi i ri thekson organizimin dhe komunikimin e menduar mirë. Aspektet planetare të sotme ftojnë planifikim të kujdesshëm dhe dialog të qartë, duke rritur efikasitetin në të gjitha detyra. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga depërtimi juaj analitik, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të marrë me projekte komplekse ose për të rafinuar strategjitë. Financiarisht kushtojini vëmendje buxhetimit. Planifikimi i kujdesshëm tani parandalon stresin në të ardhmen. Në frontin personal, diskutimet e hapura me partnerët nxisin lidhje më të forta. Beqarët mund të zbulojnë perspektiva interesante gjatë ndjekjeve intelektuale ose përmes hobive të përbashkëta. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në rregullimet rutinë që mbështesin mirëqenien. Përfshirja e aktiviteteve të vetëdijshme, të tilla si shkrimi i ditarit ose shëtitjet meditative, ushqen paqen mendore. Mbrëmja inkurajon relaksimin. Një libër i mirë ose një argëtim krijues mund t'ju ndihmojë të relaksoheni. Ndërveprimet familjare sjellin ngrohtësi, lejoni që këto momente t'ju mbështesin. Balanconi punën me kohën e lirë për rigjenerim. Përqafoni durimin dhe fleksibilitetin gjatë gjithë ditës. Pasi ndryshimet e vogla sjellin shpërblime të rëndësishme. Qëndroni të hapur ndaj mundësive të pafundme që shpalosen në universin tuaj të strukturuar. Peshorja. Zgjidhni harmoninë dhe ekuilibrin si yjet tuaj udhërfyes. Venusi në sektorin tuaj shoqëror rrit sharmin dhe empatinë, duke i bërë bashkëpunime të frytshme. Është një ditë e favorshme për të nisur projekte në grup ose për të ndërmjetësuar diskutime. Financiarisht vlerësoni investimet me syrim për stabilitet dhe rritje. Dashuria lulëzon në shkëlqimin e Venusit. Gjestet edukuese nxisin marrëdhëniet. Beqarët mund të gjejnë qarqe krijuese që ofrojnë mundësi romantike. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në ekuilibrin. Si fizikisht duke mbajtur një dietë të larmishme, ashtu edhe mendërisht përmes teknikave të relaksimit si tai chi. Shëndeti emocional është thelbësor. Rrethojeni veten me ndikime pozitive. Ndërsa pasditja zhvillohet, përqafoni mundësitë që testojnë aftësitë tuaja diplomatike. Aftësia juaj natyrore për të krijuar paqe gjen rrugë të reja. Mbrëmja sugjeron angazhimin në ngjarje artistike ose kulturore, duke ushqyer nevojat estetike të shpirtit tuaj. Reflektoni mbi ngjarjet e ditës, duke i çmuar lidhjet e nxitura. Duke kultivuar ekuilibrin, sferat personale dhe profesionale harmonizohen, duke hapur rrugën për rritje të thellë dhe mirëkuptim të thellë. Akrepi. Dita e re sjell energji transformuese dhe vetanalizë. Me Marsin që ndikon në stilin tuaj të komunikimit, shfaqet vendosmëria. Përdoreni atë për të mbrojtur veten duke shmangur konfliktet e mundshme. Profesionalisht, kjo dinamik nxit progresin, veçanërisht në negociata ose role udhëheqëse. Financiarisht, sot favorizon rivlerësimin e strategjive, duke siguruar përputhje me vlerat thelbësore. Në dashuri, bisedat e thella çojnë në kuptime të reja me partnerët ose zbulojnë njohuri për beqarët që eksplorojnë lidhje të reja. Shëndeti thekson transformimin. Merrni në konsiderat regjimet detoksifikuese për të rinovuar vitalitetin. Rezistenca emocionale forcohet përmes meditimit ose praktikave terapeutike.
Dita inkurajon eksplorimin e shtigjeve shpirtërore ose reflektimet në ditar. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, angazhohuni me artet ose zhytuni në një roman misterioz, duke ushqyer kuriozitetin tuaj. Aftësitë tuaja intuitive rriten, duke ofruar udhëzime në zbulimin e motiveve dhe të vërtetave themelore. Përqafoni udhëtimin transformues. Çdo hap çon në qartësi dhe fuqizim. Balanconi intensitetin me durimin dhe njihni mundësinë e rritjes në çdo bashkëveprim. Shigjetari. Dita e re fton shigjetarin të kënaqet në aventura dhe të zgjerojë horizontet. Jupiteri ju bekon me energji të gjerë, ideale për të vendosur synime në të ardhmen. Projektet e fokusuara në zgjerim ose shkëmbimet kulturore përfitojnë nga kjo atmosferë inkurajuese. Rritja financiare është e mundshme. Maturia me investimet siguron sukses afatgjat. Marrëdhëniet shohin ngrohtësi të përtërir ndërsa natyra juaj e sinqert nxit dialogun e hapur. Për beqarët, udhëtimet ose mjediset arsimore mund të ngjallin interes romantik. Sa i përket shëndetit, qëndrueshmëria është e lartë, e favorshme për aktivitete në natyrë ose për të nisur në udhëtime fitnesi. Eksploroni meditimin ose vetëdijen për paqe mendore. Profesionalisht mirëpritni sfidat. Ato frymëzojnë rritje dhe inovacion. Ndërsa dita përparon, merrni në konsiderat ndjekjet filozofike ose shpirtërore që pasurojnë kuptimin tuaj. Mbrëmja është e përshtatshme për përvoja kulturore, duke ju lejuar të lidheni me perspektiva të ndryshme. Rimbushni energjit duke u lidhur me të dashurit, duke ndarë histori dhe të qeshura. Përqafoni potencialin e të nxënit të çdo momenti. Shpirti juaj aventuresk zbulon mundësi edhe në të zakondshmen. Kultivoni optimizmin, duke ditur se aventurat e ardhshme ju presin. Britsjapi. Përqendrohuni në vendosjen e vetes në rutina të qëndrueshme dhe ndjekje praktike. Saturni udhëzon qasjen tuaj të strukturuar ndaj punës, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të rishikuar qëllimet dhe strategjitë afatgjata. Financiarisht, përfitoni nga stabiliteti i sotëm duke rivlerësuar investimet dhe planet e kursimit për qëndrueshmëri. Jeta dashurore përfiton nga gjestet e menduara mirë. Bisedat kuptimplote forcojnë lidhjet me partnerët. Për beqarët, miqësitë ofrojnë mundësi romantike në zhvillim. Shëndeti i kushton rëndësi qëndrueshmërisë. Përfshini ushqim të ekuilibruar dhe rutina të rregullta ushtrimesh për të ruajtur mirëqenien. Praktikat e vetëdijes përmirësojnë qartësinë mendore. Prandaj merrni në konsiderat meditimin ose jogën. Profesionalisht, mendësia juaj pragmatike është një aset në bashkëpunimet në ekip ose situatat e zgjidhjes së problemeve. Ndërsa bie mbrëmja, kushtojini kohë projekteve personale ose lidhjeve familjare, duke ushqyer rrjetin tuaj mbështetës. Reflektoni mbi arritjet e sotme, duke njohur progresin gradual drejt qëllimeve tuaja. Përqafoni durimin. Përpjekjet e palëkundura që bëni sot kultivojnë një të ardhme të frytshme. Angazhohuni plotësisht me momentin e tanishëm, për shpërblime të qëndrueshme. Ujori. Dita e re sjell ide inovative dhe angazhim shoqëror. Urani nxit kuriozitetin tuaj, duke inkurajuar eksplorimin e shtigjeve jo konvencionale në hapësirat personale dhe profesionale. Projektet e frymëzuara nga origjinaliteti pritet të fitojnë vrull sot. Financiarisht, eksploroni qasje moderne, të tilla si teknologjia ose investimet e qëndrueshme, duke rritur sigurinë dhe rritjen. Lidhjet shoqërore lulëzojnë në stimulimin e dialogut. Komunikoni me individ me të njëjtat mendje për shkëmbime pasuruese. Jeta dashurore lulëzon përmes interesave të përbashkëta intelektuale. Ujorët beqar mund të gjejnë partner potencial përmes forumeve ose kauzave shoqërore. Shëndeti jep përparësi fleksibilitetit mendor. Balanconi ndjekjet cerebrale me aktivitete qetësuese për të rigjallëruar shpirtin tuaj. Pasditja ofron përparime në situata të ngulitura, duke hapur perspektiva të reja. Ndërsa muzgu perëndon, kreativiteti u thërret. Arti, muzika ose përpjekjet e lidhura me inovacionin nxisin gëzim dhe frymëzim. Përqafoni të papriturën, duke gjetur mësime në spontanitet. Çdo bashkëveprim sot zgjeron botën tuaj, duke mbjell fara për projekte kolektive dhe rritje personale. Besnikëria ndaj vizionit dhe idealeve tuaja udhëheq udhëtimin tuaj drejt ndryshimit të qëndrueshëm. Peshqit. Mbështetuni në natyrën tuaj intuitive dhe qëllimet e drejtuara nga ëndrat. Neptuni, planeti juaj sundues, rrit kreativitetin dhe empatin, duke hapur rrugën për njohurit të thella dhe përvoja transformuese. Profesionalisht, përdorni imagjinatën për të zhvilluar zgjidhje inovative për sfidat. Financiarisht, besoni instinkteve tuaja.
por verifikoni faktet para vendimeve për të shmangur gracka. Në marrëdhënie dhe mshuria juaj thellon lidhjet. Gjestet e dashurisë flasin shumë. Beqarët mund të hasin romancë në mjedise artistike ose shpirtërore. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi një qasje holistike. Integroni praktikat mendje-trup që mbështesin mirëqenien e përgjithshme. Mirëqenia emocionale përfiton nga shprehja krijuese, siç është arti ose muzika. Ndërsa dita zhvillohet, jini të hapur ndaj shenjave dhe sinkronizmave, duke treguar drejt mundësive të reja. Inkurajoni rritjen personale përmes meditimit, reflektimit ose praktikave të mirënjohjes. Mbrëmja fton qetësinë. Kaloni kohë në mjedise qetësuese që rimbushin bateritë tuaja shpirtërore. Lidhja juaj me të padukshmen ju udhëzon drejt kuptimeve të reja, duke formësuar një të ardhme të mbushur me qëllim dhe paqe. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.